Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Asambleja e Partisë Socialiste u zhvillua në njësinë 4 në Tiranë në praninë e kryeministrit Edi Rama. Ai theksoi se reforma në drejtësi është arritja e mazhorancës socialiste dhe premtoi gjithashtu ndërhyrje për të stabilizuar çmimet e karburanteve përmes një kompanie publike. Rama paralajmëroi se tregu i naftës do të vihet nën kontroll dhe do të eliminohen abuzimet. Asambleja e Partisë Socialiste është ndalur në njësinë numër 4 në Tiranë, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili u ndal në disa prej çështjeve kryesore politike dhe ekonomike në vend. Në fjalën e tij, Rama vlerësoi reformën në drejtësi si një nga arritjet më të rëndësishme të mazhorancës socialiste, duke theksuar se kjo reformë ka qenë një kontribut i drejt i Partisë Socialiste dhe i vetë qeverisë. Dhe i qëndron gjërave që thot për t'i bërë me këmbgulje. Dhe shembulli i shembujve është reforma në drejtësi. Kur ne shkruanim programin elektoral përpara sa të fitonim zgjedhjet e para, ne flisnim për të përfshirë në program reformën në drejtësi. Ne ja dolëm ta bëjmë këtë gjë. Me të gjitha vështirësitë, me të gjitha konfliktet që u krijuan, kundërshtitë, me të gjitha tmetat apo dobësitë, ne ja dolëm ta bëjmë dhe ja dolëm të bëjmë diçka që asnjë forcë politike në historinë e këtij vendi nuk e mori ndonjëherë përsipër për arsye të ndryshme. Kryeministri u ndal edhe te çështja e çmimeve të karburanteve, duke deklaruar se krijimi i një kompanie publike për tregtimin e naftës do të sjellë fundin e çmimeve arbitrare në treg. Ne do të hymë në tregun e naftës me një faktor publik, me një faktor shtetëror, me një kompani publike. Dhe pse do të hymë në tregun e naftës me një kompani publike? Në atë kohë s'kishte luftë në atë kohë, pra nuk kishte lidhje me luftën. Do të hymë për të garantuar që qytetarët, konsumatorët të karburanteve nuk detyrohen të paguajnë më shumë se sa që takon. Rama bëri të ditur se qeveria po punon në bashkëpunim me një kompani nga Emiratet e Bashkuara Arabe për të monitoruar dhe kontrolluar këtë fenomen, duke synuar vendosjen e një sistemi më efikas të gjurmimit të naftës. Kemi krijuar një tjetër kompani publike që është një kompani që kemi krijuar bashkë me të njëjtën kompani që ka shteti në Emiratet e Bashkuara. Ne do të nxjerrim për çështje 1-2 muajsh, sepse është në ato fazat e fundit, do të nxjerrim një tjetër ngjyrus që është i pa manipulueshëm. Dhe do ndihmoj shumë kjo për të formalizuar deri në fund tregun e naftës, sepse nga të gjitha analizat që bëjmë, ka një sasi nafte e cila është jashtë radarëve të shtetit. Dhe duam që kompania publike të arrijë në pikën që të jetë furnizues në treg. Dhe duke qenë furnizues në treg, të përcaktoi rregullat e lojës duke imponuar jo një çmim arbitrar që ta vendosi qeveria, por një çmim që është çmim real i bazuar tek bursa dhe patjetër që i jep mundësi distributorëve të fitojnë, por jo të stërfitojnë. Në këtë takim, drejtuesja politike e Tiranës, Ogerta Manastirliu, njoftoi gjithashtu se njësia numër 4 do të riorganizohet në 2 bloqe, ku zona e 5 Majit do të drejtohet nga Blerina Gjulameti, ndërsa zona e Oxhakut nga Eduard Shalsi. Ky riorganizim synon forcimin e strukturave dhe përmirësimin e organizimit të Partisë Socialiste në kryeqytet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi se aksioni i opozitës në kuvend do të përqendrohet në luftën kundër oligopoleve, të cilat sipas tij janë problemi kryesor në tregun shqiptar. Berisha theksoi se oligopolet e naftës, sheqerit, mishit dhe kafshatave po bëjnë që shqiptarët të paguajnë çmimet më të larta se mesatarja në BE. Ai shtoi se betejë e PD-s nuk është kundër biznesit, por ka për qëllim mbrojtjen e qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të theksuar se aksioni i opozitës në kuvend do të përqendrohet tek lufta kundër oligopoleve, të cilat sipas tij janë sfida më e madhe për tregun shqiptar dhe arsyeja e rritjes së çmimeve për qytetarët. Veçse detyrimi ynë është të identifikojmë institucionet e korruptuara të cilat i kanë futur në xhep oligopolet, se ka një ligj për mbrojtjen e konsumatorit, se ka një zinxhir institucionesh për mbrojtjen e konsumatorit, është në detyrimin madhor të Partisë Demokratike të ndërmarrë një luftë frontale. Ai nënvizoi se oligopolet nuk janë vetëm ato të hidrokarbureve dhe naftës, por përfshin edhe produktet e shportës. Ndaj dhe aktualisht
problem madhor është nafta, se është impreft, por duhet të jemi të vërtet, po kaq problem është kafshata, sheqeri, orizi, mishi, të gjitha këto janë oligopole. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama si një dëshmitar të rrem dhe ngrihet i pyetjen sepse SPAK nuk e therret për të dëshmuar, kur deklaroi disa javë më parë se Karçana jetonte me qira. Tati që e ka marrë shofer dhe e ka bërë zëvendës drejtor të përgjithshëm, del se zonja ka 2 vila në Palas dhe 1 vilë në Qerret dhe apartamente në Tiranë. Çështja shtrohet, a thirret në skap ky dëshmitar i rrem që mashtron shqiptar dhe u thot se ajo është kaq e varfër sa që banon me qira. I njohur për aktet e mizogenisë dhe brutalitetit e tij. Ç'e shtyn atë të bëhet avokat i mirëlindës? Berisha tha se kryeministri Rama ka hedhur në lanë ëndrrën europiane të shqiptarëve, ndërsa thekson se procesi i integrimit është bllokuar për shkak të korrupsionit dhe shkatërimit të sistemit drejtësisë. Është hedhur në lanë. Edhe një herë, faqësues të Bashkimit Evropian kanë sqaruar se nuk është votuar i bari për Shqipërinë. Dhe ata të cilët duan të paraqesin Shqipërinë sikur është votuar, ata s'kan respektin më minimal për veten e tyre, mashtrojnë popullin, mashtrojnë shqiptar. Jo, nuk është votuar dhe nuk mund të votohet. Në fund, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha bëri thirrje për mobilizim qytetar dhe pjesëmarrje në protestën e paralajmëruar me 17 prill, si dhe për forcimin e strukturave të partisë përmes antarësive të reja. Kreu i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Dritan Burgia dhe antarët Arlind Boshko mosin në selinë e partisë së tyre për të kundërshtuar vendimin e përjashtimit. Ata e konsideruan vendimin e sekretarit përgjithshëm Flamur Noka të padrejtë dhe në kundërshtim me statutin e partisë. Burgia kërkoi takim me Sali Berishën për shpjegime dhe ballafaqim mbi provat që çuan në këtë vendim. Kreu i grupit këshilltarëve të Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Dritan Burgia, së bashku me antarin Arlind Boshku dhe një grup mbështetësish, mosin të mërkurën në selinë e Partisë Demokratike për të kundërshtuar vendimin e përjashtimit të tyre. Sipas Burgias, vendimi i sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike Flamur Noka ishte i padrejtë dhe në kundërshtim me statusin e partisë, duke theksuar se nuk janë respektuar procedurat dhe parimet e brendshme të organizatës. Jam këtu sot përpara jush në selinë PD-s për të dorëzuar një kërkesë pranë Komisionit të Apelimit me insistimin e këtyre demokratëve, përgjithsisht janë drejtues strukturash, pasi unë personalisht, por edhe leadershipi këtu i detyrohemi shumë dhe i detyrohemi shpjegime për sa ka ndodhur në rastin e përjashtimit tim dhe të kolegut tim Arlind Boshku. Kam kërkuar ballafaqim me leadershipin këtu dhe kam kërkuar, siç jeni edhe ndjeni edhe në daljet e mia të tjera publike, kam kërkuar fakte dhe prova që çuan në vendimin e shkarkimit tim. Gjatë kohës që antarët e Partisë Demokratike në Durrës ishin përpara selisë, Sali Berisha nuk ishte në zyrë, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, i ndodhur në seli gjatë kohës që Dritan Burgia po jepte deklaratën, u largua duke mos kontaktuar në asnjë moment me protestuesit. Bordi i transparencës po pengon rritjen e çmimit të karburanteve duke vendosur një çmim tavan më të ulët se ai në bursat ndërkombëtare. Ministri i Infrastrukturës deklaroi se ende nuk do të hiqet aksiza për karburantet dhe nuk do të riaktivizohet paketa antikrizë për transportin urban e antiurban. Ministri i Bujqësisë sqaroi se nafta falas për fermerët është zëvendësuar me forma të tjera mbështetëse në masë më të madhe. Bordi i transparencës për qeverim po monitoron çmimin e karburantëve duke vendosur një çmim tavan që parandalon rritjen abuzive, i cili sipas ministrit të infrastrukturës është më i ulti se çmimi që imponojnë bursat ndërkombëtare. Për këtë arsye, qeveria ka vendosur që aktualisht të mos heqë aksizën për karburantet, duke ruajtur stabilitetin e tregut dhe mbrojtur konsumatorët nga rritje të papritura. Edhe sot çmimi është 218 lekë, në fakt mund të kishte hapësirë për një rritje me të lartë me 1 lekë, i cili nuk është mbledhur bordi dhe metodologjia përkatëse është shumë transparente. Gjithashtu, qeveria nuk do të reaktivizojë paketën antikrizë të vitit 2022 për shoqëritë e transportit urban dhe interurban, pavarësisht kërkesave për subvencionim, pasi situata e çmimeve aktuale nuk justifikon masa shtesë.
Ne e dim që gjatë vitit 2022 janë marrë disa akte subvencioni për sa i përket shoqatave të transportit interurban dhe urban. Një element i tillë po diskutohet përsëri, pavarësisht se jemi akoma në fillimet e veta, kur e kemi miratuar në vitin 2022 e kemi miratuar mas disa muajsh, çmimi ishte rritur dhe në nivel shumë më të lartë se ç'është aktualisht. Në lidhje me vendimin e qeverisë për të hequr naftën falas për fermerët nga skema e subvencioneve të bujqësisë, ministri i bujqësisë sqaroi se kjo është kompensuar me forma të tjera mbështetjeje. Një konsolidim, një mbështetje përveç 5.2 miliard lekë, kemi dhe 10% i cili mbulohet nga Ministria e Financave. Të gjitha bashkitë e vendit u përfshin aksionin ndërkombëtar për lirimin e hapësirave publike pas një kërkese të kryeministrit Edi Rama vitin e kaluar. Rregulloria e miratuar këtë të mërkur përcakton se subjektet private duhet të vazhdojnë shërbimet, por prioriteti jepet lëvizshmërisë së qytetarëve në trotuare. Ministri Ervin Demo dha detaje për objektivat e kësaj rregullorie dhe mënyrën e zbatimit të saj. Të gjitha bashkitë e vendit u përfshin vitin e kaluar në një aksion bashkëkombëtar të udhëhequr nga kryeministri Edi Rama për lirimin e hapësirave publike, me qëllim krijimin e kushteve të sigurta dhe të lira për lëvizjet e qytetarëve. Në ato kohë kryeministri njoftoi se do të përgatitet një rregullore që do të adresojë funksionimin e subjekteve private, të cilat nga njëra anë duhet të vazhdojnë aktivitetin e tyre, por nga ana tjetër duhet të sigurohet prioriteti i qytetarëve në përdorimin e trotuareve dhe hapësirave publike. Kjo rregullore u miratua gjatë mbledhjes së qeverisë këtë të mërkur, duke vendosur bazat ligjore për zbatimin e saj në të gjithë territorin e vendit. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, bëri të ditur se rregulloria synon të rregullojë përdorimin e hapësirave publike, të garantojë lëvizshmërinë e qytetarëve dhe të parandalojë pengesat e mundshme nga aktivitetet private. Për sa i përket një unifikimi të gjithë praktikave në nivel kombëtar, ku ne tashmë do të kemi rregulla të qarta për sa i përket mënyrës se si mund përdoren hapësirat publike, por po ashtu bashkitë janë tashmë në të njëjtin shtrat për sa i përket sistemit rregullativ dhe po ashtu ka specifika të saktura ku bashkitë do të kenë mundësinë për t'i adresuar ato nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak. Sa i takon hapësirave publike në plazhe, rregullat po ashtu do të jenë të përcaktuara për çdo qytet bregdetar. Po ashtu rregulloria përcakton se për çdo plazh 80% do të shfrytëzohet nga privatët dhe 20% e hapësirës duhet të jetë e lirë po të shfrytëzuar pa pagesë nga qytetarët. Seanca e tretë në gjykatën e posaçme në 30 pandehur mes tyre dhe kryebashkiaku Erion Veliaj është shtyrë për mungesë të njërit prej pandehurve dhe avokatit të tij. Gjykata njoftoi se seanca e radhës do të mbahet në 3 prill. SPAK e konsideron mungesën strategji për të zvarritur procesin, ndërsa avokati Veliaj kërkoi që gjykimi të zhvillohet me kamera. Seanca e tretë e gjykatës së posaçme ku janë akuzuar 30 persona për korrupsion, pasrim parash dhe fshehje pasurie mes tyre dhe kryebashkiaku Erion Veliaj është shtyrë për shkak të mungesës së të pandehurit Fatjon Baci dhe avokatit të tij, i cili kishte paraqitur deklaratë për mungesë për arsye shëndetësore. Trupës së gjyqësore u deshën afro një orë për të apeluar palët dhe për konstatuar se nuk mund të hapej procesi, duke vendosur shtyrjen. Gjykata njoftoi se seanca e radhës do mbahet në 3 prill dhe urdhëroi shoqërimin e detyrueshëm të Bacit për seancën e ardhshme. Ndërkohë, mbrojtësit pandehurit Fatmir Bektashi kërkoi vetësim të çështjes për shkak të zvarritjes së procesit, por gjykata e la shqyrtimin e kësaj kërkese për një moment tjetër. SPAK e konsideron mungesën e ish-policit të Burgjeve, i cili dyshohet se i ka dhënë telefonin kryebashkiakut për të komunikuar nga burgu si një strategji për të shtyrë procesin, i cili sipas prokurorit ka qenë i ngrirë për 8 muaj. Kjo deklaratë u kundërshtua nga avokati Veliajt, i cili theksoi se SPAK po ngatrohet me seancës paraprake dhe gjykimit në themel. Jo, nuk ka si strategji për të shtyrë si qëllim. Ka një strategji për të njohur çështjen me themel, për të realizuar mbrojtjen. Zoti Veliaj ka filluar të lexojë dosjen me ritëm shumë të lartë, ka një gjendje fizike, mendore të admirueshme dhe është gati për ta mbërtur çështjen dhe vet, për të qenë dhe vet prezent. Ai gjithashtu njoftoi se kryebashkiaku do të kërkojë që gjykimi të zhvillohet me kamera për transparencë të plotë. Në seancë ishte i pranishëm vetëm një i pandehur, Elman Abule, ndërsa të tjerët munguan, edhe pse kishin firmosur prokuron për tu përfaqësuar nga mbrojtësit e tyre. Qeveria ka liruar nga detyra drejtorin e përgjithshëm të Burgjeve Klevis Qose në mbledhjen e kësaj të mërkure. Në vend të tij është emëruar Adriati Kupi me përvojë në administratën publike dhe sektorin energjetik.
Ndryshimi vjen pas një periudhe të shoqëruar me problematika në sistemin e burgjeve. Qeveria ka vendosur të lirojë nga detyra drejtorin e përgjithshëm të burgjeve Klevis Qosa. Në mbledhjen e zhvilluar këtë të mërkur, Qosa mbante këtë post që prej shkurtit të vitit 2024 kur mori detyrën pas dorëheqjes së Admir Abriës. Gjatë drejtimit të tij, sistemi penitenciar u përball me disa sfida, ndër të cilat mbi popullimi i burgjeve dhe ngjarje të bujshme si arratisja e Altin Docit gjatë shoqërimit për në spitalin e Durrësit. Në të njëjtën mbledhje, qeveria vendosi edhe emërimin e pasuesit të tij, Adriatik Kupi. Ai vjen në një karrierë të gjatë në administratën publike në sektorin energjetik, ku më herët ka mbajtur poste drejtuese për fshirjet të drejtorit të tensionit të lartë në operatorin e sistemit të transmetimit. Kupi është përfolur gjithashtu në fillim të vitit si një nga kandidaturat për drejtimin e inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit. Në të kaluarën ai ka qenë kandidat për drejtimin e komunës së Petrelës dhe pas vitit 2015 ka shërbyer si administrator i kësaj njësie. Gjithashtu ka mbajtur edhe detyrën e drejtorit në operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Emërimi i tij në krye të sistemit të burgjeve vjen në një moment kur pritet përmirësimi i menaxhimit dhe adresimi i problematikave të evidentuara në këtë sektor. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 2 ish-drejtor të AMP-s, Gëzim Sala dhe Artiol Saliasi, për shpërdorim detyre. Sipas organit të akuzës, ata lejuan punësimin e pajlishëm të Muçi Shalianit, i cili humbi jetën në atentatin e Rinasit. Hetimet zbuluan se procedurat ligjore u anashkaluan dhe ai u pagua pa ushtrim dhe pas një funksion zyrtar. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Tiranë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 2 ish-drejtorët e autoritetit të mbikëqyrjes policore Gëzim Sala dhe Artiol Saliasi, të akuzuar për veprën penale shpërdorim detyre. Sipas organit të akuzës, hetimet kanë provuar se të 2 ish-zyrtarët kanë lejuar dhe mundsuar në mënyrë të palishme punësimin e Muçi Shalianit, i njohur si Sheqeri, i cili humbi jetën pas një atentati me armë zjarri në rreth rrotullimin e Rinasit pranë aeroportit Nën Tereza, ku mbeti vrarë së bashku me Egil Mandodanin. Prokuroria sqaron se Shaliani është punësuar në kundërshtim me ligjin numër 2021 për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe rregullore përkatëse për organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni. Sipas hetimeve, veprimet përgatitore për dokumentacionin janë kryer nga Gëzim Sala në cilësinë e drejtorit të personelit, ndërsa vendimarrja përfundimtare është marrë nga Artiol Saliasi në cilësinë e drejtorit përgjithshëm të komanduar në atë kohë. Organi i akuzës thekson se 2 ish-drejtuesit kanë qenë në dieni të shkeljeve ligjore dhe mungesës së kushteve për punësimin e këtij shtetasi, por pavarësisht kësaj kanë vijuar procedurën duke kërkuar mënyra për të anashkaluar ligjin. Sipas prokurorisë, pas paraqitjes së kërkesës për punësim nga Shaliani mes 2 drejtuesve, janë zhvilluar komunikime për të gjetur rrugë që të mundsonin pranimin e tij në strukturë, edhe pse dokumentacioni paraqiste dyshime. Nga hetimet rezulton se Muçi Shaliani është punësuar në mënyrë të palishme në AMP për një periudhë shumë të shkurtër, nga data 9 shtator 2025 deri në 16 shtator, ditën në cilën ndodhi aksidenti ku ai humbi jetën. Gjatë kësaj kohe, ai është paguar me pak të rregullt, ndonse nuk është paraqitur asnjëherë në punë dhe nuk ka kryer asnjë detyrim funksional. Prokuroria vlerëson se veprimet dhe mosveprimet e 2 ish-drejtorëve përbëjnë elemente të veprës penale të shpërdorimit të detyrës, duke cënuar rënd ligjmërinë dhe funksionimin e institucioneve shtetërore. Çështja tashmë i kalon për shqyrtim gjykatës, e cila do të vendosë mbi përgjegjësinë penale të tyre. Një 14 vjeçar i cili drejtonte makinën e nënës së tij pa patent ka shkaktuar një ndjekje policore gjatë natës në Vlorë. I mituri nuk i u bind urdhërit për ndalim dhe përplasi një makinë policie duke lënë të lënduar 2 efektiv. Ai u arrestua pas përplasjes së automjetit me një mur, ndërsa ndaj tij kanë nisur tashmë hetimet. Një ngjarje e rëndë është regjistruar rreth mesnatës në Vlorë, ku një 14 vjeçar, duke drejtuar automjetin e nënës së tij pa leje drejtimi, ka refuzuar t'i bindet urdhrit të policisë për ndalimin dhe është përfshirë në një ndjekje të rrezikshme në rrugët e qytetit. I mituri, i cili kishte në sedilin e parë një shok të tij, po të mitur është pikasur nga patrulla duke lëvizur me shpejtësi në zonën e Çoles dhe më pas ka vijuar drejt bulevardit Ismail Qemali. Sipas policisë, 14 vjeçari jo vetëm që nuk ndaloi, por tentoi të godiste
efektivët gjatë ndjekjes, duke rritur rrezikun për jetën e tyre dhe të qytetarëve. Arratia e tij zgjati disa minuta, gjatë së cilës përplasi disa automjete të parkuara në anë të rrugës. Situata u përshkallëzua kur përpara tij u vendos një tjetër mjet policie, për cilën u përplas duke e përmbysur në rrugë dhe duke lënë plagosur 2 efektiv policie. Ndjekja përfundoi kur automjeti Golf 4 që drejtonte imi të ri u përplas me murin rrethues. Pas aksidentit, ai tentoi të largohet me vrap, por u neutralizua dhe u arrestua nga policia. Automjeti u bllokua, ndërsa ndaj nënës së tij u mor masa e pezullimit të lejes së drejtimit dhe vendosja e një gjobe. Aktualisht imituri mbahet në paraburgim, ndërsa prokuroria ka nisur hetimet për disa vepra penale, përfshirë mosbindjen ndaj punojësve të policisë, drejtimin e automjetit në mënyrë të parregut dhe shkatrimin e pronës. Policia e shtetit ka bërë apel prindërve që të mos lejojnë fëmijët të përdorin automjet pa leje drejtimi, duke theksuar rrezikun serioz që këto veprime paraqesin për jetën e tyre dhe të qytetarëve të tjerë. Uniforma të blu në Malsinë e Madhe kanë finalizuar operacionin antidrog faza e parë, duke arrestuar 3 persona për kultivim të bimëve narkotike dhe proceduar penalisht 2 shtetase të tjera. Gjatë aksionit u sekuestrua filiza kanabisi dhe platforma polistriroli dhe lënë narkotike të tjera. Uniformat blu të policisë së Shkodrës kanë zhvilluar një operacion të goduar faza e parë në Malsinë e Madhe, duke goditur një rast të kultivimit të bimëve narkotike. Në pranga kanë përfunduar 3 persona të familjes Qerimaj, Ersat, Bora dhe Adelina, ndërsa një tjetër person është padhur në kërkim dhe 2 shtetaset të tjera janë proceduar penalisht. Operacioni u zhvillua pas marrjes së informacionit se në fshatin Bajz dhe Gruemir Çezm, disa persona kishin mbjellë fara kanabisi në platforma polistiroli. Në fshatin Bajz u evidentua një numër i konsiderueshëm filizash të dyshuara kanabisi, të cilat u shkatruan gjatë aksionit, ndërkohë që një pjesë u sekuestrua si provë materiale. Në fim të operacionit në fshatin Gruemir Çezm, në një magazin u gjetën platforma të tjera polistiroli me filiza dhe fara narkotike, duke i dhënë policisë mundësinë për të vazhduar hetimet dhe për të identifikuar të tjerë të implikuar. Një tjetër operacion i zhvillua nga uniformat blu në Shkodër u goditi trafiku i drogës. Në pranga përfundoi 41 vjeçari Astrid Shekaj, i cili dyshohet se kishte përgatitur 10 kg kanabis sativa për trafik. Gjatë kontrollit u sekuestruan gjithashtu një automjet me targa të huaja dhe 2 motobarka që dyshohet se do të përdoreshin për transportimin e lëndës narkotike. Policia njoftoi se vijon puna për të zbuluar dhe nxjerr para përgjegjësisë penale persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 2 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me rreshje shiu në të gjithë vendin, ndërsa në zonat malore priten rreshje dëbore të dobta. Paraditja dhe pasditja do të jenë me rreshje shiu pothuajse në të gjithë territorin, her pas here me intensitet mesatar. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 9 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 9 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 15 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 13 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 14 gradë Celsius, Berat 9 deri në 16 gradë Celsius, Korç 3 deri në 8 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 8 deri në 13 gradë Celsius, Sarandë
9 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 2 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu të vazhdueshme në shumicën e zonave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 4 deri në 7 gradë Celsius, Podujev 3 deri në 6 gradë Celsius, Skënderaj 4 deri në 7 gradë Celsius, Pej 5 deri në 8 gradë Celsius, Prishtinë 4 deri në 7 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 9 gradë Celsius, Malishev 4 deri në 7 gradë Celsius, Gjilan 4 deri në 7 gradë Celsius, Ferizaj 4 deri në 7 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 6 gradë Celsius, Suharek 5 deri në 8 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 7 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, ndërkohë bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.